Mirë mëngjes, ja të kemi në këndin e kuzhinës, zonja Vjoca. Mirë mëngjes, do të nisim nga puna, pasi avisat janë gati si çdo mëngjes për takimin ton të radhës, por çfarë do të gatuajmë sot? Sot do të gatuajmë mish pule me brokoli, me karota, me ginger, me qep. Brokoli është përbërësi dominant që plotëson pulën dhe është në një gramaturë më të madhe se përbërësit e tjerë. Është ai që dominon. Është një ushqim që mendoj se nuk e keni gatuar ndonjëherë. Është një recet jo pikante për nga shija, por pikante si e veçantë, desha të them. Po jo se është djegëse, ka një djegësirë të pranueshme që do t'ja japi dhe me aromën dhe me djegësirën e gingerit, pa përdorur spec djegës. Por është një recet që kur ta provoni dhe ta shijoni, do ta bëni shpesh në familjen tuaj. Zonja Vjoca e me bindur sepse ti thua pulë me brokoli, me karotë, me qep. Okej, jemi dakord për bërës që njohemi, kemi shijuar ndoshta dhe mund t'i kemi përdorur në gatime. Por nëse shtojmë gingerin dhe sojën, salcën e sojës që do marinojmë. Pikërisht atëre. Se ke bërë ndonjëherë pulën? Po, bëhemi shumë kurioz tani, pasi me të vërtet është diçka e re, për ne nuk e kemi shijuar. Po. Mirë, unë propozoj që ne të nisim nga puna më njëherë. Patjetër. Edhe ta vëmë përpara. Unë kam nisur nga puna. Desha t'i them dhe anvisave, paraprakisht kam zjerë 10 minuta mishin e pulës. E kam vendosur, e kam zjerë me shumë pak ujë, jo që të shpërbohen për bërësit dhe vlerat ushqimore të saj. E kam zirë për arsye se pulën nuk do t'a vendosë kështu, mishin e pulës. Unë kam zgjedhur kofshën, po ndonjëra nga ju mund zgjedhi komplet pulën, nëse ka shumë pjesëtar në familje, mund të zgjedhi trazuar dhe krahët edhe mish të bardhë dhe nuk ka në një preferencë të veçantë që os ka duhet të jenë kofsha pule. Por me që unë e kam prur shpesh pjesën e gjoksit të pulës, fileton e pulës, tash pse jo mund të përdor edhe kofshat e pulës. Më në fund. Po, pse më në fund e kemi bërë? Se unë i dua shumë. I do ti, në rregull. Unë nuk e kisha parasysh këtë, por kisha parasysh që anvisat thoshin që me kofshat që të bëjmë. Atëre, i kam zjerë dhe si që kam thënë, vetëm kur e pjek mishin, unë e lë lëkurën e mishit. Kur unë gatuaj gatim në gjellë, unë personalisht, zakonisht, e heq pjesën e lëkurës së mishit. Okej. Ori do të më ndihmosh vetëm duke më pastruar pak ginger, më duan një 2-3 cm ginger, nuk e dua të grirë, do ta hedh në kubik. Unë do t'i heq vetëm lëkurën. Pra, që të fitojmë kohë, derisa ne të merremi me përbërësit e tjerë, do të largojmë pjesën e lëkurës pra. Dhe në një tas do të vendosim fillimisht 2-3 lugë salcë soje. Ja marrim një tas të bollshëm dhe 1, 2, 3 lugë salcë soje. Nuk do të hedh krip për arsye se salca e sojës ka krip vetë. Do të hedh një lugë niseshte dhe një gotë ujë që do të ma sjelli ori këtu. Okej. Dhe copat e pulës që unë do të coptoj, do t'i hedh t'i marinoj pikërisht këtu në këtë lëngun me salcë soje. Duke e holluar me ujë, kur ta gatuajmë, nuk do të marri shumë krip, se salca e sojës ka goxha krip. Atëhere, i pres copat e mishit në copa jo shumë të vogla, duke i pastruar komplet lëkurën edhe kockën. Tani, zonja Vjoca, një pjesë të gingerit e kam gati. Shumë bukur. Nuk e di kur do ta përdorësh ti. Unë do ta përdor shumë shpejt, me njerë sa të mbaroj punë me pulën. Ka një aromë gingeri me të vërtet të veçantë. Gingerin e përdorim jo vetëm për gatime, kemi thënë, e përdorim dhe në ëmbëlsira, e përdorim dhe në pije. Po.
Ja, lëkurën e hoqa komplet. Nuk është shumë e shëndetshme që ta gatuajmë lëkurën. Po, sepse përmban yndyrna që na kthehen më njëherë në kolesterol në organizmin tonë. Ja. Mirë është këtë pjesë ne ta lëm, do më thënë pulën, ta lëm 20 minuta, por ju e dini vetë tani që ne nuk do ta lëm dot 20, po do ta lëm çik më pak. E 10 minuta e lam të zjej. Pak më parë. Tani po e presim në pjesë. A e din ti ku e marrën mishin e pulës? Po, tashmë unë e di, po nuk e di, a e di na visat. Po. Ku e merr? Na e thua? Vetëm tek EHV-ja. Zonja Vjoca, në fakt, ka diçka këtu, sepse ne jemi mësuar që kur themi EHV, po, kemi parasysh vetëm sallami. Është krejt normale kjo, pasi shumëllojshmëria e sallamrave të EHV-s, cilësia në vite, sigurisht e ka ngulitur në mendjen tonë. Por EHV në supermarketet e saj, në dyqanet me logon e saj, ka në fakt një shumëllojshmëri produktesh. Hyn dhe i mbaron të gjitha. Mjafton. Ja, mbarova. Shumë faleminderit. Okej. Jo, këtë e heqi. Shpreh çik dorën. Do ta ruajmë, se ndoshta do të na duhet një tjetër moment. Tani, kofshët e pulës i zjem, larguam të gjithë pjesën e mishit, larguam nuk i kam zjerë plotësisht orje. 10 minuta. 10 minuta e kam lënë dhe tani do t'i lë këtu që të marinohen derisa unë të merrem me përbërësit e tjerë. Okej. Atëherë në një tigan do të vendosim 4 lugë vaj ulliri. Unë këtë punë e bëj me sy, por i mata. Ndonjëherë. Tani, unë zakonisht qepën e gri me grirë sentime kem vud. Më vjen keq, por sot nuk do ta gri me kem vudin. Pse? Se më duhet në copa të mëdhaja qepa. Këtu kam 2-3 thelbinj hudhër, që edhe ato do t'i pres vetysh dhe do t'i hedh kështu. Do me thënë, zonja Vjoca, Po? ti nuk do t'a përdorësh sot kenvut, gyrësen, pasi thjesht nuk do gri shepën. Nuk do gri qepën. Nuk do gri qepën dhe nuk do të gri karotat, mund t'i grim tek grirësja tjetër. Në feta. Por me që kemi pak karota, po i bëjmë shpejt e shpejt me dorë. Hedhim fillimisht hudhrat dhe qepën do t'a gri në copa të mëdha. Pra, do t'i bie kështu në këtë formë. Dhe, ja, është e mjaftueshme. Kaq. E kërkon receta? Po, duhet jenë të dukshme. Pjesët e perimeve duhet jenë shumë të dukshme. E qartë. Kenvudin a i bën të grira me dorë, edhe sikur ne do ta grim kështu në grimca të vogla, por sot më duhet në këtë formë. I hedhim qepët, pothuajse si në kubik të mëdhenj. Dhe si që kemi thënë, me njerë sa të ka urdisim pak qepët, do të fillojmë të hedhim karotat në rrota, po jo shumë të holla, edhe karotat në pjesë të plota. E qartë. Në një tenxhere, unë kam vendosur ujë. Ujë tani më po vlon, dhe për të shoqëruar këtë gatim, na duhet pak oris. Oris i zakonshëm, çfarë t'ju ndodhet në shtëpi, dhe nuk do ta lini të valoj në masën 2 me 1, 1 oris dhe 2 ujë, por do ta zjeni njësoj sikur do zjeni pastat e makaronave për 12 minuta. Që hodhëm karotat, zonja Vjoca, ndërkohë që... Pra hodhëm vajin, hodhëm qepët, hodhëm dhe karotat. Nuk i lam qepët sa të na treten, por ashtu si që janë qepët, gjysëm të bëra, me njerë karota do të të lëmë kështu së bashku në një temperaturë të ullët. Po ti po fisi edhe për orizin? Po, e drejt. Unë kisha vendosur në zjarë një tenxhere me oriz, një tenxhere me ujë, ku do të vendos orizin që të valoj
për 12 minuta. Pastaj do ta kulloj njësoj si do të kulloj pastat e makaronave, sigurisht pa e shplar, kam hedhur shumë pak krip. E qartë. Ky gatim mund të serviret me rreth e qark duke i vendosur pjatës pak oriz. Shumë mirë. Pa yndyrë, sepse yndyrën do ta ketë gatimi këtu. Ndërkohë jemi mësuar që xhinxherin ta grim në rende. Po, është e vërtet. Sot nuk do ta grim në rende, do ta bëj në kubik të vegjël, do ta vendos përsëri këtu në tigan. Mi që kemi ngrirë në rende, po dhe kur e kemi shtuar në gatim, zonja Vjosa ka qenë përgjithsisht një lugë e vogël, kafe, Po, jo, nuk ka qenë në mas të madhe. sot kemi gati 2-3 cm, ginger, dhe do ta grim. Dhe ndërkohë që zonja Vjosa e ngrin xhinxherin dhe e bën gati, unë propozoj që regjia të më ndihmoj dhe të shohim pak me anvisat në shtëpi recetën grafike të gjithë përbërësve të recetës së sotme, edhe kalorit në fund që mezi i presim. Kemi pul me brokoli, 400 gram mish pule, 250 gram brokoli, 2 karrota, ginger, 4 lugë gjelle vaj ulliri, 3 lugë gjelle salcë soje, 2 thelbinj hudhër, 1 lugë gjelle niseshte, krip dhe piper i zi. Ndërkohë që kalorit për këtë recet në një, do me thëmë për një porcion në total janë 273 kilokalori, karbohidrate janë vetëm 5 gram, proteina 24,5 gram dhe yndyrna 18 gram. Zonja Vjosa fantastike si recetet dhe për nga kaloritë dhe vlerat ushqyese që përmban. Po, kujdes, kaluan 3-4 minuta, 3 minuta për orizin. Tani do të hedhim xhinxherën. Dhe vazhdojmë me kaurdisin me xhinxher. Marrim presim brokolin. Tani ndjet pa mas aroma e xhinxherit, zonja Vjosa, është e para që ndjet fort. Nuk i kemi hedhur as krip deri tani. Është e vërtet. Nuk i kemi hedhur as piper të zi. Të dy këto janë përbërës që ne sigurisht do t'ja hedhim, po në fund kripën do t'a provojmë gatimin mbasi të hedhim dhe copat e mishit të pulës. Mrekulli. Duhet t'jetë pak fare e lëngshme, e plot, por nëse nuk e realizojmë atë nëpërmjet perimeve, se perimet do të nxjerrin lëngun e tyre, ne do t'a realizojmë duke hedhur 2 lugë nga marinade që ka vetë mishi. E qartë. Tani marrim presim brokolin në lule të vogla. Që është kryesori si përbërës, ashtu siç tha. Po. Kemi më shumë brokoli, pasi brokoli do të na duhet. Do të sojmë dhe atë çfarë kemi thënë ne, që ngjyrat në recetë e bëjnë gatimin pak më të rreqës, ë? Po, më të shishëm. Në fakt, në kështu duket me të vërtet interesant dhe zonja Vjosa me këto qepët e më dha, me karrota, ginger Po që është... qepët nuk do rinë ashtu, do Po, e fillojnë kuptoj, do të shkrihen, po mua edhe të kështu më pëlqejnë. Po, dhe kur të hidhen sipër një pjatë me risotto, e shikon ti se si do të duket. E qartë. Pastaj kur të provosh, do të na japësh Një opinion. përshtypjet e tua. Është një ushqim i shëndetshëm. Mbasi zarzavatet janë të mrekullueshme për organizmin ton. Dietologja jon nuk na flet gjë tjetër veç se të plotësojmë menun ton me perime dhe zarzavate dhe me fruta. Në këtë stin janë të gjitha në treg, kështu që kemi fatin që edhe ne ti marrim e ti konsumojmë në receta nga më të ndryshmet, për këtë sigurisht që ju vjen zonja Vjosa si gjithmonë në ndihmë, pasi ajo me të vërtet që këshillon gjithmonë receta me në bazë perime apo zarzavate të ndryshme të stinës. Pastaj, për të folur sa më pranë familjareve dhe andisave, nuk është ndonjë recetë me një kosto shumë të lartë. Është e vërtet. Është një recetë, shumë pak karrota, një qepë në shtëpi të gjitha kemi, një tufë brokoli,
Po, kofshat e pulës janë të zakonshme që i blejmë ose kur blejmë pulë, e realizojmë, bëjmë 2 gatime për t'ja ardhur në ndihmë anvisave. Mendova dhe besoj se s'kam gabuar Sigurisht. për qenë pranë jush me këtë recetë. Tani, erdhi momenti ku ne do të hedhim në tenxhere pjesët e pulës. Po. Dhe më pas do ta provojmë nëse do duhet, do Nëse shtojmë do të pak nga marinimi. Jo, do të shtojmë 2 lugë nga marinimi, do ta provojmë për krip. Okej. Nuk duhet në i gatim gjelle, më kupton? Kuptoj. Gjithmonë gatimi do t'jetë në temperaturë të ullët, Po. Si që shikoni, temperaturën e kam ullur dhe e trazojmë. Kemi thënë gjithmonë që perimet duhet t'jenë al dente, që të kenë vlerat ushqimore të pa Të nevojshme, po. Po. Nëse ato do të zihen, do të bëhen tru fare, atëherë besoj se Nuk janë as të shijshme, përveç se humbin gjithçka që nuk duhet, Tani, ato humbin dhe shihen. do të hedhim 2 lugë, duke marrë me pjesën e niseshtes, 2 lugë nga marinimi që kemi. Dhe çfarë kemi aty zonja Goca? Këtu kemi salcë soje, Po, ujë po, dhe niseshte. niseshte. Edhe pulën që e lam pak të marinohet, po nuk është për Jo, bërës. çfarë kemi këtu, theti? Po pra po, Këtu të s'janë lëmë. më s'është më pula. Pa, Pula pulën e është kemi këtu në në nxerë. tenxhere. E vërtet. Kështu që, ja, shikon që është një mas pak sa e lëngshme, ky pjesa që hodhëm tani, pjesa e marinadës, bën që të marinohet edhe perimet me salcë soje dhe me gjithçka që kemi këtu brenda. I vendosim kapakun dhe lëm 10-15 minuta në këtë temperaturë të ullët. Do ta provojmë mbas pak dhe do shohim nëse ka nevojë për krip, do t'i hedhim pak krip. Por ç'mund të hedhim ne nëse s'ka nevojë për krip? Me leje, Po, magi. bravo. Mund të hedhim një bustin ose një gjysmë bustine magi që do të na i bëjë dhe perimet dhe gjellën shumë të shijshme. Unë nuk e largoj magin nga tavolina ime. Është pjesë përbërëse njësoj siç për sa vi vendos në tavolinë, grirsen kem vud, magin, kripën, diku më duhet kripa, diku më duhet magi, të gjitha i kam këtu. Asgjë më mungon. Po je një anvisë shkëlqyer, zonja Goca, prandaj. Ndërkohë, tani, orizin e dim në afërsisht besoj që anvisat s'kanë. Ndërkohë, erdhi momenti që ne do ta Mund ta kullojmë, fikim. po dhe mund ta fikim. Tani, sa do ta lëmë në zjarr në total? 10-15 minuta. Maksimalisht duke e provuar dhe duke e Do ta parë dal me provojmë dal. me njerë, sa ta thithjat lëngun, ne do ta provojmë. Që do akoma më shumë shije, apo jo, do dhe pa krip, apo jo, është Bravo. okej, apo s'është. Dhe do ta plotësoj. Dakord. Do me thënë, receta që gatuam në këtë pjesë të partë këndit të kuzhinës, ishte pula me brokoli, por ne themi brokoli, zonja Vjoca të paktën kështu e quan, por ajo në fakt në përbërjet e saj nuk ka vetëm brokolin, edhe pse ishte përbërësi kryesor, ka ishte karrotën, qepën, Ka gjingjërën që do të japi gjithë shijen bashkë me salcën e sojës. gjingjërën dhe salcën e sojës, ku zonja Vjoca përdori pikërisht salcën e sojës, niseshten dhe ujin. I la pak ato Marinova, mishin e pulës, po, në tenxhere, në tigani, themi si të duam, bashkë me gjithë përbërësit e tjerë, Po. tani do t'i lëmë për afro 10 deri në 15 minuta, në mënyrë që më pas do t'ja zbulojmë se çfarë do të bëjmë, edhe si do t'i servirim, edhe si do t'i shijojmë. dhe më pas do ta përsëri unë nga fillimi deri në fund. Patjetër, zonja Vjoca, se është shumë e nevojshme kjo, sigurisht në mënyrë që anvisat gjithmonë të mbajnë mend procedurën. Dhe sa mirë që kemi një recetë të mirë me zerzevate, me perime, Është shumë e thjeshtë. e ndjen zërin tim. E ndjej. Kështu që marr pak energji, marr pak kalori që
të ri më këmbe më së miri. Mirë, i vim disi në fund pjesës së parë të këndit të kuzhinës, anvisa të dashura, ju nuk do të largoheni në mënyrë absolute, pasi me të vërtetë mbaruan pjesën e parë procedurës së recetës, por kemi akoma shumë për të bërë. Kemi përfunduar recetën kryesore. Po, tani na mbetet vetëm të hedhim pak piper të zi, siç thash, do ta provonim gjellën për krip, e provuam dhe kishte nevojë për pak krip. Atëherë ç'bëra? Hodha gjysmë bustine Maggi, siç e shikoni, dhe shumë pak krip dhe plotësova. I dhash aromën që duhej për aromën e mishit të pulës dhe plotësova përsëri me pak krip. Dhe tani gatimi është gati. Kullova në një kullejse orizin, e shplava se më duhej që ta ndërprisja unë procesin e vlimit. Nëse unë do ta servirja pjatën direkt, thash që nuk do ta shplajmë. E qartë. Por mu desh ta shplaja për arsye se jemi në kohë reale, kështu që e bëjmë gjithçka. Tani është gati për tu servirur. Vendosim anash pjatës pak oriz dhe brenda e plotësojmë me përbërësit e tjerë pjatës që kemi përgatitur. Vendosim mish, mishin e pulës, karrotat, brokolin, gjinxherin, çfarë nuk ka kjo pjatë Zonja Vjoca, me të vërtet shumë e shijshme, të paktën për nga aroma premton shumë. Tani unë flas në fund, asnjëherë nuk flas në fillim. E vërtet. Dhe fjalën të them unë nuk shkon. Kur ta thoni ju që do ta shijoni, atëherë besoj se është më e pranueshme. Merra një brokoli aty. Ashtu. Se edhe një karot? Po. Shumë mirë, Zonja Vjoca. Mezi po pres ta shijoj këtë pjatë. Gjithçka këtu është gati. Tani për ta plotësuar menun e ditës, unë mendova që të sjell përpara jush dhe një recetë tjetër, do të sjell një sallatë me finok. Finokjon edhe mund ta zjejmë për 5 minuta, por mua më shijon shumë kështu, mbasi kjo era e uzës është shumë e këndshme. Po. Presim shumë holl, njësoj si qepën, pjesën e finokut. Dhe me përbërësi që do t'i hedhim brenda, do të bëhet shumë e shijshme. Kështu që do ta përdorim për sallatë, Zonja Vjoca, kështu siç është. Kështu siç është. Okej. E gjallë. Sallatat me finok janë nga më të ndryshmet, ha? Ne, nëse do të kishim kohë, me grishsen ton dhe me makinerinë që na jep mundësinë të bëjmë edhe majonez, mund të kishim përgatitur një majonez. Po mund ta sjellim këtë recetë një herë tjetër dhe e trazojmë komplet finokun me majonez dhe me çik sal skosi. E qartë. Mund ta shtoni me salmon. Edhe vishet ai. Po, dhe bëhet një recetë, një sallatë më vete. Por sallatën që kam provuar sot është komplet ndryshe. Unë do të hedh limon, do të hedh të trazuar me pak uthull të bardhë, se i jep shije të veçantë. Mund ta bëni ose me limon, ose me uthull të bardhë. Kam marrë një tas dhe do të më ndihmosh duke i rrahur. Do të hedh pak uthull të bardhë, do të hedh 2 pika limon, do të hedh vaj ulliri, do të hedh shumë pak kopër dhe kaq, një çik krip. E hodha ata. Aty është uthull e bardhë, molle. Këto janë përbërësit që do të përgatisim sallatën. Kam vendosur pak prosciutto të zjerë të EHV-s dhe ç'do të hani. Gjithmonë e pastrojmë finokun, i heqim gjethet anësore. Okej, Zonja Vjoca,
Edhe pse në duke sallata gjithmonë duket më lehtë, të paktën se gatimi i recetës së parë, unë doja që bashkë me regjin, teksa ti e përfundon së gatuari, tash i vim pak grafikisht se cilët janë përbërësit e saj. Në mënyrë që janë visa ti memorizojnë se salat, po është e veçantë. Sallatë me finok, na duhet një finok, një lugë gjelle stikapishe, djath parmigiano, një lugë gjelle kopër i grirë, krip, vaj ulliri, një lugë gjelle lëng limoni, ka që janë të gjithë përbërësit e salatës, ndërkohë që kalorit përkatëse për këtë recet nuk janë shumë, pasi salatë është, për një porcion të plot, në total, kalorit janë 117. Karbohidrate janë 2.5 gram, proteina janë 4.5 gram, dhe yndyrna janë vetëm 10 gram. Nuk ka shumë kalori, po ka shumë vlera ushqimore që të bën mrekullira në organizmin tonë. Atëhere, këtë dressing, po, të lutem dhe një lugë të pastër. Po. Urdhëra. E hedhim komplet, e marinojmë sallatën. Pra kripën e hodhëm këtu brenda, hodhëm limon, hodhëm uthull të bardhë, dhe tani hedhim ca stika pishe dhe që të hash. I shtuam të gjithë përbërësit më radh, sigurisht që tek salca i bashkuam të gjithë bashkë dhe anvisat jam me sigur që e mbajnë mënd. Do të vendosim edhe i qik, djath, parmigian në fund. Ok. Mirë, do me thënë, zonja Vjoca, po thuaj se ne i përfunduam recetat edhe për ditën e sotme, to janë gati bashkë me salatën, dhe unë tani do doja që nëse ne e pam se cilët janë përbërësit e salatës me finok, kaloritë e saj dhe gjithashtu procedurën të cilën zonja Vjoca sa po e përfundoj duke i servirur dhe duke i lënë gati mbi tryezë, do doja që të riktheheshim edhe një herë recetës së për këtë regjia do të na ndihmojë me përbërësit, për t'i parë një herë nga fillimi zonja Vjoca dhe për t'i kujtuar bashkë me anvisat, dhe kemi pul me brokoli, 400 gram mish pule, 250 gram brokoli, 2 karrota, ginger, 4 lugë gjelle vaj ulliri, 3 lugë gjelle salcë soje, 2 thelbinj hudhër, 1 lugë gjelle niseshte, krip dhe piper i zi. Kalorit përkatëse për këtë recetë të parë të gatuar nga zonja Vjoca sot janë në total për një porcion 273 kilokalori, karbohidrate janë vetëm 5 gram, proteina 24.5 gram dhe yndyrna 18 gram. Fantastike, zonja Vjoca. Tere, i kallëzojmë anvisave se si proceduam për recetën e parë. Fillimisht, unë kisha zjerë në 10 minuta mishin e pulës, jo në shumë ujë të bollshëm, po shumë në pak. Ajsa për ta zbutur. Bravo. Atëherë e lëmë që të ftohet dhe qërojmë mishin duke hequr kockat dhe lëkurën e tij. Më pas, në një tas, vendosa një lugë niseshte, 3 lugë salcë soje dhe një gotë ujë. I trazova derisa ato shkrim, nuk hodha fare krip, për arsye se salca e sojës ka pak krip vetë, dhe më pas copat e mishit të pulës që unë hoqa nga kocka dhe nga lëkura, i vendosa të marinohen në atë dressing. Preparatin, po. Salcë soje, ujë dhe niseshte. Asgjë tjetër. Më pas, vendosa në zjarë një tigan ku hodha 4 lugë vaj ulliri, një kokër qep mesatare, e preva në kubik të mëdhenj, e vendosa në tigan, e kaurdisa duke shtuar më pas karotat në radh, gjingjërën e grirë në kubik të vegjël, i kaurdisa të gjitha së bashku, hodha më pas brokolin duke i trazuar, i lash dhe disa minuta në zjarë dhe me njëherë hodha copat e pulës të marinuara në salcë soje. Bashkë me 2 lugë. Duke i trazuar dhe duke shtuar nga lëngu që bëra marinimin e pulës. Aty bëhet një salcë si e plot, si që shikoni, mbetet shumë pak ujë, po ky është i plot dhe të gjitha perimet janë të dukshme. Përveç se qepës që është tretur, brokoli dhe karota është al dente.
Zana Vjollca është al dente, është e shijshme, është shumë e mirë. Do të provojmë gjithashtu edhe sallatën me finok. Kombinimi për mua është ideal. Unë të them faleminderit dhe të lumshin duar dhe për ditën e sotme. Do takohemi sërish. Takimi ynë i përditshëm me anvisat në shtëpi, ndërkohë që përfundojmë kështu këndin e kuzhinës me 2 receta të gatuara për ju sot.